kur është nisur Odeta për Greqi babi atëherë. Unë kisha parë një ëndër, isha shumë e vogël, por kisha parë një ëndër. Edhe ditën që ai është nisur për Greqi kam thënë, lutem o bab mos ik. Unë jam e penduar Odeta sa ditë nuk e kam përqafuar ditën që ka ikur për Greqi. Si u luta shumë herë mos ikte, se e kisha një paranditje se do ndodhte diçka. Unë jam rrit me gjyshat nga babi, ata për një janë Odeta heroj. Të njerëzit kur e morën vesh që babi desh mami u largu te prindërteve, çonin një timor ose fëmijët se sjellin taftë për të rritë. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, në Ancona. Do lidhemi me një nën, ai quhet Brisilda Ndreka, dashur miq, është vetëm 23 vjeç, është nga Shkodra dhe ka disa muaj që është larguar me familjen e saj në Itali pasi po përballet me një problem shumë të madh dhe konkretisht me vajzën e saj të vogël. Por historia e saj është e dhimbshme. Unë nuk dua të tregoj asgjë në këto momente, kështu që do hap dritaren dhe do ftoj Brisildën për ta dëgjuar rrëfimin e saj nga goja e saj. E dashur Brisilda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Italia, nga Ancona. Unë i lexova të gjitha mesazhet e tua dhe përshëndetje. Përshëndetje, thot mama. Unë i lexova të gjitha mesazhet e tua dhe pranova sigurisht isha me ty në një live për të na treguar këtë historinë e familjes tënde. Unë jam 23 vjeçë, mami 2 fëmijëve, kam një djalë 3 vjeç, kam edhe një vajzë 9 muajshe, e cila më ka linë me një sëmundje trashëguar, edhe që kur ka lindë deri tash sfidat e saj s'janë dalë asnjëherë. Lindja saj ishte lindje normale. Unë bëra gjitha eko, gjitha vizitat që ishin nevojshme, gjitha analizat, dhe nuk më komuniku asnjëherë që vajza ka një sëmundje trashëguar. Më thonin gjithçka është mirë, ka puna që unë lindja, unë kisha çdo 5 minuta kisha dhimbje të lindjes. Edhe nuk pranonin doktorat që unë bëja një lindje me operacion, jo sepse nuk e ke doktoren tënd në Shqipëri. Kur ka puna që unë lindja, vajzës i ranë rati zemrës gjatë lindjes 113. Pra, e dashur Brisilda, vajza kur ka lindur çfarë dite? Vajza ka lindur me 12 shkurt të vitit 2024. Përpara disa muajve. Po. Dhe ta ketë jetën e gjatë. Vajza ka lindur në Shqipëri apo në Itali? Po, në Shqipëri. Unë kam 3 muaj e gjysmë që kam marrë në Itali me ndihmën e një prifti italian që unë e kam njohur që në moshën 6 vjeçare. Se unë jam lindë e babim ka vdekë në moshën 30 vjeçare në Greqi. Mami u largua se ishte e re dhe nuk kishte çfarë bënte me 3 fëmijë, se jemi 3 fëmijë, na kanë lind gjyshja. E dashur Brisilda, e kuptoj qartë, edhe familja jote nuk ka qenë fort e lumtur. Ti vajzën e lindë në 12 shkurt të vitit 2024, ku? Në cilin qytet të Shqipërisë? Në qytetin e Shkodrës, në maternitetin e Shkodrës. Në Shkodër. Ti ke qenë e lidhur, me sa kuptova, me një mjek, ginekolog? Me ginekolog, po. Dhe ditën që ti të ka ardhur momenti për të lindur, mjekët kanë thënë që nuk është mjeku jot dhe ne do të presim derisa të lindësh, nuk pranon të në operacion. Ka ardhur puna që vajzës pastaj ranë rrahjet e zemrës 113, nga 230, 250 që i kishte, i ranë komplet. Doktorat pastaj nxituan për shikuar që fëmia është mirë sepse po mbite edhe mu presion i gjakut, presion i zemrës, edhe po lodhesha çdo minutë. Fëmia nuk po ndjente, nuk po lvizte. Rrahjet e zemrës i kishte komplet dogta, pastaj linda. Vajza lindi peshën 2 kg 900 gram. Okej, pesha normale le të themi ka qenë. Po, ditën e 2 lindjes, unë po përgatitesha që të shkoja në shtëpi, për vajza po vazhdonte po ndiheshe keq, po vazhdonte të vjellte, po vazhdonte dhimbjet e barkut, çante, nuk pushonte, ishte komplet e zverdhur në fytyrë. Pastaj kur e morën i bën analizat, thanë që vajza mendojnë që ka një bronkopneumoni. E mbajtën 3 javë, 21 ditë ajo ka qëndruar në neonatologji, në reanimacionin e Shkodrës.
Doktoresh Evi dyshoi për këtë smundje, që mund jetë një smundje të trashëguar, se kishte pas një rast tillë. E qartë. E mbajtën se menonin se darë Zoti nuk është ajo smundje, se thoshin hajt se po kalon me një ftohje hajt, se koha ishte edhe e keqe, se ishte shkurt. Dimër. Pastaj më orientoi në Tiranë. Kam bërë analizat, doli me fibrozë qistike. E dashur Brisilda, ti po më tregon se në momentin që erdhe në Tiranë, në pediatrinë e Tiranës, mjekët e diagnostikuan me një sëmundje të trashëguar. Po. Dhe konkretisht kjo sëmundja na i shpjego, se besoj ke informacion, çfarë është? Kjo sëmundje është një sëmundje që po nuk u mori ilaçe. Çdo minutë e çdo vakt që ajo than. Kjo sëmundje prek mëlçin, mua në Tiranë më rekomandua që bëja një analizë gjenetike. Po. E kam bërë unë, e kam bërë bashkëshorti, e kam bërë edhe çuni. Kemi dalë në bartës kësaj sëmundje, 2 anë, 2 palët, edhe kur dalin si dy prindrit të kësaj gjenetikës pozitiv, mia lind me fibrozë qistike të gradës rand. E qartë. Ju nuk e keni këtë sëmundje, por jeni mbartës. Jemi mbartës. E qartë. Dhe kjo gjë ka ndodhur tek vajza, por fatmirësisht e djali jo. Jo, djali fatmirësisht ka darë Zoti, nuk e ka vetëm, është thjesht mbartës, që kur mbartohet duhet shikoj analiza dhe gruaja që mos E qartë, unë nuk jam mjeke, por e di shumë mirë që X-i me Y-in, në momentin që Y-i është baba, X-i është nëna dhe nëna mund të jetë mbartëse, automatikisht është përqindje e lartë që fëmia ta trashëgojë atë sëmundje. E kuptoj qartë. Dhe kjo gjë ndodhi fatkeqësisht te vajza e vogël, si e ka emrin vajza? Vajza quhet Ernisa. Ernisa. Emër shumë i bukur. Dhe çfarë ndodhi në Tiranë? Pastaj në Tiranë, vajza kaloi në gjendje oksigjeni. Ka nejt aty, ka menu që aty u fol për jetë ose vdekje kompleks. Spira temperatura në 35, unë zi, u fto. Kalvari sa jetës është kanë shumë Iran. Pastaj mor me ilaçet, por ilaçet nuk u gjenën gjitha në Shqipëri, sepse duhet përësitur dhe jashtë, sepse është një kosto shumë e lartë, 400.000 euro në vit. 400.000 euro në vit ilaçe që të duhen për vajzën? Është një kosto shumë e lartë për një prind që vetëm njëri punon, sepse burri punon, se unë jam me 2 fëmijët. E në fakt, dhe nëse të dy prindrit, në fakt dhe nëse të dy prindrit të punojnë në Shqipëri nga mëngjesi deri në darkë, 400.000 euro është shumë. Dhe e kuptoj, je përballur me, ka qenë besoj momentet më të vështira të jetës tënde, kur mësove nga mjekët. Më të vështira të jetë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Më pas aty mua në sakë që fëmija, vajzës, ju kanë prek në shumë se 60% mushkërisë, trakti respirator edhe melqia. Kur ma treguan që vajza ka këtë sëmundje, mua më thanë që ose t'jeto 10 vjetë, ose t'jeto 20 vjetë, por më shumë nuk e kanë gjatë për nejtë në Shqipëri. Aty mbra një bombë vërtet të drejtën, si mua si bashkëshortit tim, se nuk ishin përgatitur, se nuk e dinim se çfarë është kjo sëmundje. Vajza merr 36 kapsula, tash në Itali merr 36 kapsula që në vakt me ushqimin që merr. Ka restonin të rëndësishëm për jetën e saj si. Por si arriti të shkojë në Itali, në momentin që mjekët në Shqipëri të diagnostikuan, të thanë sëmundjen e vajzës, por nuk mundën dot të ndihmonin me pjesën e mjekimeve dhe të rekomanduan të ikje jashtë, ti vendose me burrin të ikje dhe je aktualisht në Itali. Si arrite? Sepse edhe në Itali është kosto. Në Shqipëri, nga që unë kam njohur një prist kur kam qenë e vogël, edhe unë i thashë, mora në telefon dhe thashë që vajza ime të shtetas italian. Po, një prist italian. Që e ke njohur në fëmijërinë tënde kur ai ka ardhur në Shkodër? Po, ka bërë mision në Bardhaj, në fshatin Bardhaj të Shkodrës. Po. Edhe unë e kam njohur atë që atjerë. Edhe unë e mora në telefon dhe i kërkova din që vajza ime ka këtë sëmundje,
ja dërgova analizat, i dërgova gjitha se ta fëmijët që kanë të smundjen e fibrozë qistike, u mbledhet glukozat e pjesa e fytit, edhe të bëhet një bakter, por shumë i rrezikshëm për jetën e tyre, Pseudomonas. E qartë, po. Është një bakter që po nuk u mjekuan kohë shkon fatalitet. Risa e ka kaluar 2 herë. Por falë Zotit është këtu ku jemi. Edhe të prifti mua më ndihmoi shumë. Paolo Volpe më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Dhe ta përshëndesim të prifti se ka shumë njerëz që i njeh me gjithë miqtë e tij. Dhe ai mja ka shpëtuar jetën vajzës. Dhe më lejo ta përshëndesim këtë prift Faleminderit. të shtetas italian që realisht të ka ndihmuar dhe mbi të gjitha ka shpëtuar një jetë njeriu, jetën e foshnjës tënde. Ai më njëherë të ndihmoi dhe ti u nisë në Itali me bashortin. Unë kam nejtë 5 muaj në Shqipëri me vajzën. Po. I kam kaluar në spital. Derisa u bën dokumentat, u zgjodh spitali këtu në Itali, ku jetojmë tash. U more masa që sa të vi unë, ditën që kam marrë në datën 17 korrik, unë jam shtruar direkt në spital me vajzën dhe kam nejtë deri në datën 28 korrik. Në çfarë spitali? Në spitalin e Salezi në Ancona. Në Ancona, po? Dhe pastaj vazhduan, kur dola nga spitali, këta më ndihmuan që gjej një stres sa bashkohet se burri dhe djali ishin në Shqipëri, se ka marrë vetëm me vajzën. Fillimisht, po. Fillimisht vetëm ne. Pastaj sa u stabilizuan pak, vazhdoi ajo kalvari sërish. Vajza u smur, vazhdoi me të diella, me paraqitje, nuk hante, ra nga pesha sërish. Nga pesha që kemi arë 4 kg 800 gram. E ishte 5 muajshe e 2 javëshe, 5 muaj e gjys. Po. Pastaj, sa nisi të merrte veten shtoj çdo ditë nga 100 gram me ilaçet që mori këtu. Sa nisi pesha e saj rikuperohej, ajo ra për 3 ditë, ra 600 gram tjera. Ushtruam në spital, mori shqyqër Zotit, s'kemi marrë antibiotik deri tash po kalon një viroz kohë që është. E qartë. Edhe kështu, çfarë të bëj, ka jeta. Çfarë të thanë, e dashur Priscilla, çfarë të thanë mjekët aty në Itali? Pra, vajza juaj është diagnostikuar me këtë sëmundje, tashmë si do të jetë jeta e saj? Ajo është tashmë në kurim. Ju i jepni më një numër shumë të lartë kohërash. Jashtëzakonisht shumë, por për jetën e tyre, po ti jesh jashtë shtetit dhe po ti sigurohesh Shqipëria, ilaçet që i siguron shteti italian dhe shtetet evropiane, mund të kaloj një jetë, pavarësisht se ata mund të smuren shpesh, mund të shkojnë shumë shpesh në spitalë, por e ka një jetë normale. Pra, vajza, le të themi, ka dal nga i rrezik për jetën dhe tashmë është në një gjendje stabile. Por rikuperohet avash. Nga gjitha ato që spitali në Shqipëri më ka thënë, i kanë hedhë gjitha, por se vajza ime ka marrë kanë 12 antibiotikë në ditë odeta në Shqipëri. Edhe gjitha i ka marrë me anë të kundërt. Pra është... Në Shqipëri në është thënë që vajza ka problemin 60% mushkërisë, mëlçisë dhe trakti respirator. Kur analizat këtu u bën në Itali, asaj ka dalë pankreasi dëmtuar dhe ka marrë 12 antibiotikë në ditë vetëm për mëlçinë dhe mushkëritë. Në anë të kundërt. Kur erdha këtu, më thanë që do bëhen një mini operacion, një bronkoskopi. Po. Pastaj, pas 2 javë, mu transmituesve më thanë që vajza nuk ka nevojë për ta bërë atë mini operacion, se nuk e ka problemin të mushkëritë as të mëlçia, ka pankreasi nga që nuk ju ka dhënë ilaçet e duhura dhe nuk është dhënë doza e duhur. E qartë. Këtu tash po merren dozat e duhura, nga 12 antibiotikë odeta ne marrim vetëm 2. Nga 12 antibiotik, vetëm 2 keni arritur të merrni dhe kjo është një fitore e madhe. Po, për vetëm kreoni që e merr 10.000, ato e ka 36 kapsula në ditë, çdo vakë që ajo ushqet, ajo merr një tip kreonit. E qartë.
Por nga 2 vjet ne kemi arritur të merrim vetëm 2 reale solin. Por aktualisht jeni në banesë, ke dalë nga spitali, vajza nuk është në spital. Kam dalë nga spitali, kemi marrë një banesë të cilët po e paguajnë, por akoma për disa muaj e kemi se nuk e kemi plot. E qartë. Gjithë po mundohen për të bërë për ne. Gjithë po mundohen, po bëhen gjithë bamirësi, kush ka mundësi për të na ndihmu, sa do pak si me vishje, si e kemi ardhur si refugjat. Pa asgjë. Të besoj për këtë pjesë. Dhe nuk është e lehtë. Kemi lënë shtëpinë në Shqipëri se e kishim shtëpinë tonë private, kemi ardhur në një vend që nuk njohim asgjë, vetëm të prisim në shoqërinë e tij. Dhe ai është që ju ndihmon, prifti, ai që po vazhdon po ju ndihmon, por e kuptoj që situata është e vështirë. E dashur Brisilda, unë e kuptoj që të kthehesh në Shqipëri ke frikë sepse u zhgënjeve nga bluzat e bardha në Shqipëri dhe të duhet të rish aty në Itali që të jesh me mjekët në kontakt dhe vajzën ta vizitosh her pas here. Ndërkohë, mundësia për të jetuar në Itali bëhet shumë e vështirë për ty dhe për bashkëshortin. Edhe burri akoma s'ka vazhdu punë. Është si elektricist, po s'ka vazhdu punë akoma sepse është e vështirë. Sepse gjitha gjërat sistemet që i ka bërë në Shqipëri këtu janë ndryshe. Burri pas sa kohësh ju bashkua familjes me djalin? Dhe burri ka ardhur pas 1 muaji të gjysmë me gjithë djalin. Po. Tashti po vazhdojmë se doja ta çojmë kopësh, por nga që nuk e kanë marrë akoma një përmesës, unë e fitova përmesën për 6 muaj, një leje qëndrimi, po. Dhe akoma se kanë marrë. Ka hyrë një avokate këtu në Castelfilardo, për të ndihmuar, për të na ndihmuar që edhe ta përfitojnë sa më shpejt. Gjithë po mundohen nga pakodeta, por kaq ka mundësi gjithë. Unë uroj të bëjmë më mira. Çdo punë jeta është e vështirë, nuk është e lehtë as në Shqipëri, nuk është e lehtë as në Itali, se themi jemi në Itali, ka kaluar neve çdo gjë. E kuptoj dhe sinqerisht uroj më të mirën për familjen tënde dhe sidomos për vajzën tënde të vogël, Ernisa, e cila është përballur me sfida goxha të vështira që në momentet e para që erdhi në këtë botë. Ajo ka kaluar jeta saj, po të shkruajë një libër, do bëhej libër, do botohen gjitha anet. As shumë ka kaluar ajo. Është ende e vogël, ende se ka mbushur vitin. Jo, se ka mbushur akoma vitin. Është akoma e vogël, por lufton Odeta, lufton për jetën as sa mundet. Unë e kam parë në mënyrën më të keqe që mund ta shohni me fëmijën e vet. Por ja doli të vinte deri këtë moshë, deri këtë kohë. Kur e kam pa, kam thënë, o Zot ma shpëton, nuk dua gjë nga ti tjetër, vetëm ma shpëton dhe mos ma merr gaduart. Se unë jam motër, pa motër, kam vetëm 2 vëllezër, dhe për mua jo, nuk është vetëm një vajzë, por është fëmijë, është motër, është gjithçka. Thonë që jetë gjati nuk bëhet kur jetë shkurtër. Ashtu thonë, dash Zoti ma lën derisa unë t'jap frymën e fundit. U preka shumë nga kjo histori, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë. Unë jam vetë nën. Por Zoti i dhënë forcë. Ti më the që ajo ka një shpirt luftarak, edhe pse është ende poshnje. Ajo ka forcë, ajo pavarësisht të ditës se nuk është e lehtë. Shpirti im me disa çfarë ka kaluar. Të besoj. Që kur kam një deri tash që jam bërë, po them, jam bërë në 2 herë dhe e kuptoj se çfarë do të thotë. Ka shumë fëmijë me këtë sëmundje, tani po dalin shumë edhe në Shqipëri dhe në çdo vend botës po dalin me këtë sëmundje. Shteti duhet bëjë çmosin sepse Kosova, shteti kosovar i ka sjell minimumi ilaçet për ta, ja u ka siguruar. Por duhet edhe ne që në Shqipëri të avancojmë me ilaçet. Mirë për ne të rriturit mos bëj asgjë, por për fëmijët që shpëtoj jetë fëmijësh sepse është sevap, është një gjë e mrekullueshme.
Është detyrim që shteti ta bëjë këtë gjë. Rëndor çdo fondacioni, çdo kishe në Shqipëri dhe askush s'ma ka qenë birë. Askush. Vetëm sa trokisja, hajde nesër, hajde pas nesër. Edhe kur ka arë puna, unë i kam shkruar Arber Hajdarit. Ai është i vetmi që më është përgjigj, e falenderoj pa malë, sepse ai më tha, unë është një smundje, po të ishte një operacion, po të ishte një gjë tjetër, unë do ta merrja direkt rastin tënd. Edhe më ka thënë që është një smundje që ajo do kurim jashtë. Unë e kam fondacionin, por nuk mundem se nesër pas nesër ai fondacion mund të shkrihet edhe goca mund ngelin pa ilaçe. E qartë, logjikisht të ka shpjeguar se si funksionon. Ai ma ka shpjeguar komplet situatën, ka thënë veç mosin që dalësh jashtë shtetit sepse atje ja u sigurojnë ilaçet. Unë e njoh Arbrin, e kam takuar, kam pirë kafe disa herë me Arbrin dhe ai është një djalë me zemër shumë të madhe. Dhe unë e besoj që ai me zemër të ka folur dhe Arbri ka ndihmuar çdo kënd që ka vajtur në derën e tij dhe ka kërkuar ndihmë. Po nuk sa i kam ndihmuar edhe në fshatin punë, kam familjen time, ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë njerëz. Por ai që kishte mundësi, se nesër pas nesër ai kishte drejt kur të shkrijë të fondacioni im, vajzat ngel pa ilaçe. E dashu Priscilla, unë i uroj vajzës tënde jetë dhe shëndet. Dhe Faleminderit. besoj, kam besim, aty ku ndodhesh ti, ajo do ja dali. Faleminderit shumë. Unë ndoshta më bëni falënderim nëse është e mundur. Patjetër. Gjithë njerëzit që kanë zemrën e bardhë duhen falendëruar. E parove historinë e vajzës time. E në radhë dytë këtë projektin që po më ndihmon Paolo Volpe me gjithë njerëzit e tij, që janë jashtëzakonisht mirë, se po t'i përmend me emër për emër, janë shumë, në të vërtetë janë shumë. Edhe një gazetare që e ka shkruar historinë e Enisës këtu në Itali dhe e ka publikuar dje. Si quhet gazetarja që ka bërë këtë shkrim? Gazetarja quhet Nicoleta Capello. Nicoleta ka bërë një shkrim për historinë e familjes tuaj duke u fokusuar tek Enisa. Po. Dhe grupi volejbolist këtu në Loreto, Ancona, ka bërë një donacion vogël, sa ka pas mundësi, çdo kush ka kontribuar, sa kanë mundësi, sepse nuk po themi se mund të kontribuojnë shumë, se çdo kush ka hallet e veta, ka problemet e veta. I falenderoj gjithë pa mas. Çdo njeri që ka bërë për ne dhe po bën akoma për ne, sepse ne jemi akoma pa një shtëpi, themi se kemi 2-3 muaj mund të jetojmë këtu, pastaj duhet të ndryshojmë shtëpi. Në momente të tilla që jeta të përplas kaq keq dhe sidomos kur jeta të përball me fëmijët. Me fëmijët. Pika më e dobët dhe çdo njeriu besoj janë fëmijët dhe kur të vendos përballë këtyre sfidave, vërtet është shumë e vështirë, por nuk do thotë të dorëzohesh, do t'i japësh forca vetes, kurajo dhe lufto deri në fund dhe kam besim që ajo vajza jote që sot ende nuk di të eci, ende nuk di të flasi, do ja dali. Dhe jam i sigurt që Zotit po. Do ja dali. Besoj se po, sepse ajo më jep forcë të drejtën, pavarësisht se ka raste që unë lova, them, nuk mundem më. Mund të levet një moment aty çajt bërtas, mund bërtas edhe unë me të, mund çaj edhe unë me të, por them pastaj ajo s'ka faj. Është Zoti ai që na i ka dërguar gjitha këto. Dhe forca e Zotit do të na bëj forta, do të na bëj të luftojmë sërish. Do të çohemi në këmbë dhe më të forta se ishim, për të ecë përpara, për ta mundur këtë smundje që mund ta vendos komplet gur gjitha sipër shpinës, por do t'i mbajmë. Do bëhemi të forta, s'kemi çfarë bëjmë. E dashur Priscilla, më erdhi shumë keq kur dëgjova që je rritur jetime. Unë jam rritur jetime me gjysha, më kam rritur gjyshja dhe gjyshja. Babi më ka ndruar jetë në Greqi, në Irakli, Ka qenë emigrant. Unë kam qenë 7 vjeçë.
Çfarë ndodhi me babin? Ai ndroi jetë, ka ndodhur ndonjë aksident kur ka qenë emigrant? Babai im ishte nisur për të ardhur në Itali. Për punuar në Itali, nga që një person i tha që eja në Itali sepse kam gjetur një punë. Babai im atë natë që është nisë për Itali, atë e kanë vrarë. E kanë vrarë? Po, U zbulua baba kush? nuk është zbulua Odeta se kush e ka vrarë. Ati ju kanë marrë vetëm lekët, edhe telefoni, asgjë tjetër. Pastaj, pas një vitit, mami u largua te prindërit e vet sepse ishte e re Odeta, s'kishte çfarë bënte me 3 fëmijë. Unë jam rrit me gjyshat nga babi. Ata për ne janë Odeta heroj. Se të rritesh 3 fëmijë në moshë mallore, pasi kishin rritur 7 fëmijë vet. Ju jeni e madhja, vëllezërit janë më të vegjël? Vëllezërit janë më të vegjël. Por Unë kam qenë kur kam dek, babi ka qenë 7 vjeçë, vllau i mama që po i them ka qenë 6 vjeç, kurse i vogli komplet ka qenë 5 muajsh. Ai është me epilepsi. e kuptova. Por nëna në momentin që iku u martua me dikë tjetër apo iku te prindit e saj? Shkoj te prindërit e vet. Por ju pse nuk ju mori? Po, tash ti Odeta është e vështirë të marrësh ere po, të marrësh 3 fëmijë, të shkosh te prindrit, është një babë. Sepse ashtu ka qenë e re, ashtu ja ka primendja. Ne nuk na japim për të keqe se gjyshi dhe gjyshja jame kanë mendu gjithmonë që ajo është nanë, edhe si do që t'jetë një nanë, ajo është dhe me nanët ka lind, ka majtë një muaj në barë. E dashu Priscilla, sa vjeç ka qenë babai dhe nëna kur babai ndroi jetë dhe nëna u largua? Babai ka qenë 30 vjeç. Sa i ri, ndërsa nëna? Edhe nëna ka qenë 29, duke ju afër 30-tave. Por është vështirë Odeta, të shihë si ka kohë është shumë e vështirë të rritesh 3 fëmijë. Por Ju me vëllezërit u rritët nga gjyshja në fshatin Bardhaj të Shkodrës. Bardhaj, po. Por gjatë kësaj kohe ju keni patur kontakte me nënën, ajo vinte ju takonte? Po, vinte na takonte, kishim kontakte me të. E gjitha kemi edhe tashi që jemi rritë, unë jam e martuar, kam kontakte me nënën time, sepse shtysa jonë ka qenë gjyshë dhe gjyshë. Ata u bën prindër, zvënsuan prindrit. Po, hala ime që jeton në Amerikë na ka e ndihmu jashtëzakonisht shumë, sepse tash i rritesh 3 fëmijë, ky pleq në mosh, rritesh 3 fëmijë nuk është të kollajt, edhe sidomos vllajën e vogël që kur ka ikë mami ka qenë 17 muajsh. 17 muajsh vllai i vogël. Po, edhe gjyshja ime për 5 vite rreshti ka kaluar vitin e ri në spital. Ka kaluar një kalvar tjetës, Odeta se në sa i kanë vdekur 4 fëmijë gjyshës, bashkë me babin tim. Edhe vdekja babit i kaloi shumë, u ka dhënë çdo lloj smundjet. E kuptoj. Por gjyshja edhe gjyshi kanë qenë fort sepse njerëzit kur e morën vesh që babi vdesh, mami u largu te prindërit e vet, çonin një timor ose fëmijët se sjellin taftë për të rritë. Gjyshja kanë thonë që po t'i çojmë na këta fëmijë një timore, ne do shkojmë do futemi dhe me djalin tonë për zgjallit. Se këta fëmijë janë fëmijës tem, edhe janë njaltit. Na kanë rritë me sakrifica. Edhe kanë kalu një kalvar që të them. Por, na kanë dhënë edukat, kulturë, respektin për njerëzit. Gjyshi dhe gjyshja jetojnë, janë në këtë jetë. Po, shqyqyr zotit janë, vëllai madh punon, ku dalë puna kështu, hajt, ku të dalë. Vëllai vogël është 16 vjeç tashti. Është i vogël akoma. Po, jetë rrit me gjyshin e me gjyshën se axhat janë martur, hallat janë martura, gjithsesi ka jetën e vet, kanë ndihmuar ata kanë kontribuar për ne shumë, gjithë. Vllai vogël është nuk flet Odeta fare. A është vllai që ka probleme? Ai nuk flet fare. Ata vazhdojnë ende të kujdesen për vllajin e vogël. Po, edhe ilaçet, edhe kempin që e ka pas,
ja kanë vazhdu t'ja heqin. Kjo është e tmerrshme. Ilaçet i shkojnë 300.000 lekë në muajt. 2 pensionet e gjyshit edhe gjyshës duhet shkojnë vetëm për ilaçet e vëllë. Pastaj qatë ngelin do të marrin ilaçet e tyre, pavarësisht se edhe vllai e hallat gjithë kontribuojnë për të marrë ilaçet e tyre. Është e vështirë. Nëna kontribuon për djalin? Nëna ka një djalë, se pas të disa kohë shumë marrëtua, kam një vëlla nga mami. Po. Është 10 vjeç, kam kontakte me mamin dhe me vllajin. Ka jetën e saj. Kështu. Dashur Priscilla, unë e kuptova qartë dhe nuk dua të rëndoj nga ana emocionale. Përpos gjithçka e çfarë ndodhi në fëmirin tënde, që nëna juaj ere u largua për të vazhduar jetën, edhe pse ju të tre ju la aty dhe ju rritët me shumë sakrifica, por me shumë dashuri nga gjysha dhe gjyshi, ju sot e keni falur nënën. Po. Ju e keni falur, nuk keni hatër mbetje pse ajo iku, vazhdoi jetën dhe ju dhe ju la aty. Hatër mbetje. Po të kisha që në ndoshta, çdo njeri ka mendimin e vet, por çdo njeri ka gjykimin e vet. Ne nuk duhet paragjykojmë asnjë, se mund të ndodhi larg qoftë, mund të ndodhi mua, larg qoftë, mund të ndodhi dikujt tjetër. Nuk kemi nevojë të paragjykojmë asnjë. E qartë, por vllai që është pas jush, ka kontakte me nënën? Vllai po, kanë kontakte. Dhe më vjen mirë që... Kemi, sepse na kanë rritur me atë frymëzimin që sido që të jetë nëna është nënë. Dhe ajo gjyshja jote që nga heroin? Ajo gjyshja ime nuk ka në botë, Odeta. Dhe ta besoj. Ka shumë njëri pozitiv, është njëri që i kupton gjanat edhe pa ja thonë. Ka raste që mund kem një problem, mund t'jem e mërzitur edhe merr në telefon e më thotë. Tregoj nërës, qa ke? Kusht ka mërzitur ti? Sepse ajo të ka rritur dhe mjafton një shikimi jot, një fjale jotja, ajo e kupton që ti ke një problem. Por unë të thashë, ajo gjyshja jote, jo vetëm që është heroin, unë nuk e njoh, por mënyrën se si ti e përshkruan dhe episodet e jetës që po mi tregon në këtë live, ajo është një grua e pa zvendësueshme, besoj unë, sepse jo vetëm që kishte dhimbjen që humbi djalin në kulmin e moshës, babain tuaj 30 vjeç, dhimbjen që nusja ngeli e re e dhe e ka mirë kuptuar që të martohet, u përball me 3 fëmijë të vegjël dhe njëri prej tyre i sëmur që t'i rriste dhe vazhdon të ndihmoj vllain tuaj të vogël të sëmur, edhe pse është moshë madhore dhe padyshim ajo grua Zoti i dhënë jetë, forcë, fuqi dhe ato plagë t'ja lehtësoj Zoti, ato dhimbje që ka përjetuar gjatë jetës. Faleminderit. E dashur Priscilla, unë dua të të pyes në këto momente edhe për babain. Ju keni qenë e vogël, por flas çfarë keni mësuar nga familja më pas. Pasi trupi erdhi në Shqipëri, u varros, a u hap në një gjyq, a nisi në një hetim në Greqi? Hetimet janë mbyllur Odeta, se nga kush e te nuk e di. Por çfarë u zbulua? Numri i tij ekziston edhe ka ekzistuar deri para një viti. I hapi. Ka kaluar, po, tani me datën 22 shkurt të vitit 2025, babi bën 16 vite që ka vdekur. Edhe rezulton të numrit i hapur, gjithmonë edhe gjyshin tim, çdo orar, natës, çdo orë e merrin në telefon, heri flisnin shqip, heri flisnin italisht, heri flisnin dhe greqisht. Por kur e provonim ta merrnim ne, ndonjëherë na dilte ndonjë burr, ndonjëherë një grua, ndonjëherë fëmijë, duke qarë, duke bërtitur në shtëpi. Dhe asnjëherë nuk e morëm vesh se kush ishte, tek ishte, kush e bëri këtë, as pse e bën. Ai mund të jetë pasur lek sepse po nisej për Itali. Ngjarja ka ndodhur në Greqi.
Po, Pra, ka babai ndodhur në juaj- Greqi, babit tim e kanë gjetur dy murgesha në një kishë braktisur. Dhe dua të pyes, sepse gjëra ka ndodhur në Kret, më thënë, në ishin e Po, Kretës. po. Si u gjet trupi? Babai im është gjetur dhe është konfirmuar pas disa ditësh. Ai në Greqi ka nejtë diku të 6 ditë. Po. E kanë gjetur dy murgesha afër një kishe të braktisur. Trupi ti pa jetë u gjet afër një kishe. Po. Edhe ka njoftuar autoritetet greke. Po. Është bërë ekzaminimi se babi s'ka pas letra, se babi ka emigruar që moshën 19 vjeç kur është martuar, ka emigruar për Greqi. Në mënyrë ilegale, e qartë. Po. Po, ka rënë mali gjithmonë, nuk ka pas një dokument. Vetëm ka pasur një dokument bullgar, Petro, me emrin Petro, se babi im quaj Prel Kodra. Po. Dhe dokumenti tjetër ishte Petro Kodra. Çfarë viti ka ndodhur ngjarja? Çfarë viti? Në vitin 2009, Pra, në shkurt 2009. shkurt 2009, po? Po. Dhe është gjetur, telefoni i tij është zhdukur bashkë me lekët. Ai ka pas një zinxhir arë në qafë, që ja kishte blerë halla ime para se t'ikte për Greqi, dhe kur është nisur odita për Greqi babi atëherë. Unë kisha parë një ëndër, isha shumë e vogël, por kisha parë një ëndër. Edhe ditën që ai është nisur për Greqi, kam thënë, lutem o bab, mos ik. Unë jo me penduar odeta sa ditë nuk e kam përqafuar ditën që ka ikur për Greqi. Si u luta shumë herë mos ikte, se e kisha një parandjetë se do ndodhte diçka. Dhe ato momente janë fiksuar mirë në kujdesin tënde. Më fiksua dhe akoma kësaj ditët e kam fiksuar në tron. Ai ka ne 2 muaj, pastaj kemi marrë vesh lajmin. Por për gjatë këtyre 2 muajve, babai ka telefonuar në shtëpi? Po, telefonon të çdo herë. Para se të vdiste babai ka dërguar disa lekë, sepse po bënim një shtëpi se ne jetonin në çadër, që na kishte dhënë një kishë në Vrak të Malësisë Madhe. Po. Dhe po punonim shtëpinë tonë, sepse nuk kishim ku të rrinim. Edhe ai dërgoi disa para se vdiste, dërgoi disa para që ne të rregullonim shtëpinë. Por babai në momentin që ka mbritur në Kret, kishte marrë një shtëpi me qira, me kë jetonte. Ai jetonte me një pronar grek, të cilin tash nuk ja mbaj mend emrin, sepse ka kohë. Edhe ai kishte pas disa probleme me sa unë nuk e di. Atje të vetat, me disa lekë borxha, fajtë gjio, po diun. Babai e kemi pyet, ka shku, axhat kanë shku në Greqi, kanë pyet për ta. Çfarë ka mësuar? Ati i ka dhënë lekët që më ka kërku për pjesën që ka punu, e ka dash, them drejtën, ai pronari e ka dash babit tim shumë. I ka dhënë shtëpi, i ka dhënë për të hangër, e ka mbajtë në shtëpinë e vetë, e ka dash jashtëzakonisht shumë. Unë nuk mund të them që ai mund të ketë dieni për të, as nuk mund të them që ai mund të ketë pjesën vrasjen e tij. Sepse përderisa ai e ka dashur, e ka respektuar, ka mbajtur pranë familjes vetë, e ka konsideruar si djalin e tij. Babai kishte shprehur ndonjë shqetësim? Babai nuk kishte shprehur ndonjë shqetësim me ne, vetëm ka thënë merrni këto lekë dhe rregullonin shtëpi. Asgjë tjetër. E dashur Bisilda. Telefonit për ai nuk dilte. Pra telefoni rezultoi i fikur më pas. Po, telefoni i tij rezultoi i fikur disa ditë. Pas disa ditësh telefoni i tij është rindezur. Edhe gjyshin tim është shqetësonin çdo orar në telefon. Vetëm gjyshin, asnjë njëri tjetër nuk telefononin. Si duket atij i ka ngritur vetëm numri i gjyshit në telefon. Edhe i bine çdo herë. Unë u martova, pastaj edhe provova ta merrja dhe ma hapshin telefonin. Pas disa viteve,
Deri në vitin 2023, telefoni ti ka rezultuar gjithmonë i hapur, me gjithë numër. Ai numër ka rezultuar i hapur. Por si u identifikua trupi? Si u mësua që ishte babai juaj? Domethënë, nga e morë ty njoftimin? Aty kanë marrë ato autoritetet shqiptare pastaj, kanë thënë që filan person ka vdekur, dhe duhet gjejmë familjar të ti. E kuptova. Pastaj vllavi i gjyshi që ka po bën një muaj që ka ndruar jetë, gjithë pas. I ka dhanë lajmin gjyshi. Ne fëmijëve mundoshin që të na fshinin sepse ishim akoma të vegjël dhe mendojnë që nuk e kuptonin çka kishte ndodhur. Ditën që unë e kam marrë me shpërndekjen e babait tim ka qenë traumë, sepse njeriu në ëndrave, herojin e ëndrave që për një vajzë është baba, ta kesh në arkivon, është e vështirë. Pastaj, kur ju avën lajmi gjyshës time, sepse ajo ishte smur me zemër, aty ka qenë, pse kemi menduar se po humbim edhe gjyshën atje më të. Është e qartë dhimbja që pushtoi familjen tuaj në atë kohë, por babai juaj sipas ekspertizës mjekoligjore ishte goditur me çfarë? Babai sipas ekspertizës mjekoligjore, unë e kam parë babain tim, u kam ikur nga duar ditën që është varros. Edhe e kam parë arkivolin e tij të hapur. Babai ka pasur një shenjë të pistolete këtu. Ka pasur edhe gjithë pjesa e gjoksit, edhe disa shenja të pjesa e qafës, sikur e kishin goditur me ndonjë levë ose me ndonjë gjë tjetër. E kam fiksuar odeta si gjë më trishtueshme në jetën time. Por sa do vite që kalojnë se thonë, me kalimin e kohës çdo vujtje shërohet, por mungesa e tij vjet edhe akoma më shumë. Kur unë shkoja në shkollë deta, unë i shikoja mbledhjet në prindër, babat, në nënat, edhe kur i shikoja një fëmijë që kishin babat e tyre pranë, unë ikja, qaja fshehur. U rash nga mësimet sepse akoma isha 7 vjeçe, po isha ndër shkëlqyrat, u rash nga mësimet komplet. U mundua në mësues të gjithë që mbalin në afër për arsye që unë kisha unë primin. Pastaj vazhduan disa kohë, vau smurte, vogël smurte shpesh, gjyshja ime i kalonte një muaj në spital, një javë në shtëpi, një muaj në spital, një javë në shtëpi. Sinqerisht u preka shumë me dashur Brisilda, nga kjo që më rrëfeve ditën e sotme. Humbjen e babait, u vit edhe pa nënën, dhe vit gjitha dhimbje që ke përjetuar si fëmijë, më tregove që ke rënë nga mësimet dhe është e kuptueshme gjithë kjo situatë që ke kaluar në fëmijërinë tënde. Por do të bëj pyetjen e fundit për babain dhe nuk dua të lëndoj më. Nga miqt dhe nga shokët e babait që jetonin atë kohë në Kret, mësua diçka ose çfarë dyshon familja jote sot që kush person, ndoshta emrin jo, por pse e kanë vrarë? Ne nuk dyshojmë asnjë, sepse nuk e dim se nga jemi, se ndoshta mund ta kemi pranë atë person që ajo ka bërë që. Ndoshta është njëri që nuk e njohim, ndoshta babai im ka pas probleme, por babai im ka qenë odeta një ndër njerëzit më shkëlqyer, jo se është babi im, por ai kur vinte nga Greqia, merrte lekët, i bënte të gjithë 500 leksha, 1000 leksha, dhe çdo fëmijë që ai e shikonte në rrugë, ai i falte lek. S'ma ka mendja se ai ka bërë dikujt diçka që t'ja bënë në atë vrasje, aq pështirë, si ti them, pështirë të shtisë. Vrasje është një njeri pa pas hile, as hak, as asnjë gjë, është e vështirë për zotin të di. Por, unë mendoj që atë ka ndashta grabisin, ka mendu që ai ka lek sepse ishte bërë gati se ka qenë atë natë që është vrarë. Ka ndashti marrin lekën, edhe kaq, përderisa i kanë marrë vetëm portofolin edhe telefonin,
Mund bën dyshoj edhe pjesa e zinxhirit që ati gjërat me Floririt, e gjërat me Vler ja kanë lënë. Ai Madomenja se mund ketë pas probleme, por përderisa ne nuk na ka shprehur, nuk kemi parë diçka të shqetësuar tek ai. E dashu Brisilda, ai qofti parajsës. Faleminderit. Por realisht unë dua ditën e sotme ne u futëm të dyja në këtë live dhe e nisëm bisedën për vajzën tënde të vogël dhe gjatë rrugës ti më tregove këtë histori akoma më shokuese. Forca zemër, mos u dorëzo, ti pas ke kaluar shumë vuajtje në jetën tënde që fëmijë dhe nuk je dorëzuar asnjëherë dhe padyshim që për vajzën tënde nuk do dorëzohesh. Sepse kam pasur mbështetje të vërtetë, kam pasur mbështetjen e gjyshave, të vëllezërve, të hallave, të hoxhave, gjithëve, sidomos burrit tem, që e falenderoj po mos. Familjes ti gjithë më kanë mbështet pa përjashtim, si mam, bab, gjithë familjarët e ti, sepse është një mbështetje madhe, sepse në ditët e sotit është vështirë gjesh mbështetje nga vjetra, as nga njerëzit e burrit, jo nga njerëzit e burrit, pas nga familjarët e tus, po gjem mbështetje. Në momentet vështira njerëzit kanë nevojë për njerëz dhe më vjen mirë që gjithë familja të mbështes. Por unë dua ta mbyll me një mesazh. Unë jam e sigurt ti nuk hyre këtu në live mua të kërkosh ndihmë dhe nuk e the në asnjë moment, por jam e sigurt që ti ke nevojë për ndihmë. Nuk është puna se s'po kërkoj ndihmë. Kush ka mundësi mund të ndihmoj sadopak, sikur një fjalë të mirë të ma thonë, është ndihmë për mua. Ky prifti që unë më ka ndihmuar shumë ka hapur një fondacion për vajzat. Po. Kush ka mundësi kontriboj sadopak, sikur 5 lekë kontribojnë për të është mirë. Atëre e dashur Brisilda, fotoja që përshkojmë në këtë momente është fondacioni ku çdo kush mund të kontribojë pikërisht për vajzën tënde të vogël. Më lejon të bësh publik dhe numrin tënd të celularit që kushdo që na ndjek mund të telefonoj ty. Po, mund të bëj publik, nuk ta bëj se kam problem. Atëre ma thuaj numrin tënd të celularit. Numrin shqiptar mund ta lë? Patjetër, ka WhatsApp? Po. Atëre, numri jot që ka WhatsApp dhe është numri i Shqipërisë që funksionon aty në Itali është, mund të ma thuash. 068 Po 51 Po 72 Po 164. Atëre kushdo që është duke na ndjekur në këtë live e dashur Brisilda dhe kushdo që është prekur nga historia juaj mund të kontribojë o te fondacioni ose menjëherë të telefonojë ju në WhatsApp në numrin që ne kemi shkruar edhe poshtë videos. E dashur, të falenderoj që të pata në këtë live. Të uroj gjithë të mira të kësaj bote dhe shërim sa më të shpejt vajzës tënde. Faleminderit. A doni që ta shikoni vajzën? Por nëse do ma nxirje pak në krah, do ta shikoja me gjithë qejf. Antigon. Ernisën. Zemra e vogël. Kjo është Ernisa. Sho po qesh. Kjo është luftarakja. Luftarakja e vogël që doja dali. Zemra e vogël. Unë vetëm duhet të bëj kështu si një kloun që ajo të qeshin, sepse ajo nuk u kupton. Jo e dita shumë e qeshur, është gjithmonë pozitive. Ernisa e vogël. Zemre e vogël që më përshëndet. Kjo është luftarakja, jetës dhe forca që na jep çdo ditë, si mua si burrit jam për të jetë përpara me ta. Dhe u bëft më e mira. Mirë, të përqafoj dhe të përshëndes. Miru pafshim, faleminderit shumë Odeta. Faleminderit jashtëzakonisht shumë. Mirë dashurish që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira për vajzën e Brisildës, Ernisën, Zoti i dhënë forcë kësaj nëne, por dhe asaj vajze që t'ja dali dhe të mposhti sëmundjen që ajo ka në trupin e saj. Kushdo që do të ndihmoj Brisilda Andrekën, të 23 vjeçare, e cila po përballet tashmë me sëmundjen e të bijës, mund të japi kontributin pikërisht te fondacioni që është hapur nga Prifti Italian, por mund ta kontaktojë dhe tek numri që ajo vendosi vetë në dispozicion. Mirë dashurish, nëse dhe ju keni një histori dhe kërkoni ta ndani këtu në live me Odetën, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani edhe në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro.
Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore, histori shqiptarësh. Mirë, ju falenderoj dhe takohemi sërish nesër. Mirupafshim.